Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në vazhdimin e puntatave për 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, sot do të trajtoj çështjen e vrasjes së Esat Pashtoptanit. Është ndoshta ngjarjet, vrasja më e komentuar, më e debatuar dhe më e trajtuar në media, në libra, në shumë materiale studimor dhe jo vetëm studimor, madje edhe në letërsi dhe në art. Kemi disa vepra artistike, madje dhe një teatr të posaçëm të kushtuar kësaj ngjarje. Dhe ende dhe sot që ka kaluar 106 vjet diskutohet për këtë ngjarje. Është vrarë kryeministri i dytë i shtetit shqiptar. Nuk ishte në detyrë. Dhe është vrarë ditën që ai festonte 60 vjetorin e lindjes. E theksoj këtë. Kush ishte Ismail Qemali? Më fali. Kush ishte Esat Pashtoptani? Esat Pashtoptani, e thash, kishte statusin zyrtar, kryeministri i dytë në historinë e shtetit shqiptar. Në momentin e vrasjes nuk kishte pozitë. Ai kishte qenë 2 herë kryeministër, një herë paralelisht me Ismail Qemalin, qeveria më e çuditshme në historinë e shtetit shqiptar, dhe më pas një qeveri mbas Turan Pash Përmetit. Ajo ishte një qeveri zyrtare. Ministri i Brendshëm në qeverinë e Ismail Qemalit, ministri i Luftës në qeverinë e Turan Pash Përmetit, komandant Vali i Shkodrës, komandanti i Gjandarmerisë të Janinës, deputeti i Sanxhakut të Gjirokastrës. Esat Pashtoptani kishte lindur më 13 qershor të vitit 1863 në Tiranë, ishte nga Tirana, nga familja e madhe Toptani, që duhet theksuar që kishin ardhur nga Kruja. Duhet ta theksojmë këtë gjë. Toptanët janë mbizotëruesit e fisit Toptanëve mbizotëruesit Tiranës, por edhe ata janë të ardhur një kohë më të hershme dhe ata nuk janë, po themi, autokton këtu, kanë një histori 150 vjeçare, 200 sipas kronikanëve dhe dokumenteve të kohës. Në momentin që u vra, bëm një korrigjim, Esat Pashtoptani ishte 57 vjeç. Vendi i vrasjes rruga Castiglione numër 3 para Hotel Continental në Paris. Shkaku i vdekjes, plagët e marra njëra në qafë afër shtyllës kurrizore dhe e dyta afër zemrës nga 2 pluma pistolet të tipit Smith Wesson. Tipi i pistoletës. Autori i vrasjes, Avni Rustemi, 25 vjeç. Pozita e autorit ishte student në Rom, në Itali. Motivi i vrasjes akmarrje për atë që autori cilësoi trafik nga Shqipërisë. Vendimi i gjykatës, Avni Rustemi autor, por i pafajshëm. Kjo është gjë më absurde. Sepse asnjëherë nuk e shpjegojnë mirë. Ndoshta këtu duhet ai rregulli clarify, simplify. Habia është që gjykata e shpalli autor, pra fajtor, por e liroi. Kjo është habia. Që ai e vërtetoi që ishte autor. Se ajo se dënoi një ditë ose me gjob, pa nuk dënoi fare, e liroi. Kush ishte Esat Pashtoptani? Ose më saktë, këtu nuk kam zgjedhur, sepse mister nuk ishte, çfarë misteri? Ai e vrau dhe këtu s'ka mister. Po kam zgjedhur 20 akuza që kanë rënduar ndaj Esat Pashtoptanit në gjithë historinë e jetës së tij. E theksoj këtë. 20 akuza të bëra ndaj Esat Pashtoptanit kundër tij. 1. Esat Pashtoptani akuzohet se kur ishte 12 vjeç, bashkë me të vëllain Ganiun, keq trajtuan Taatin duke e mbuluar trupin e tij me një rrogos të lagur me naftë dhe kërcënuan se do ta diqnin. 2. Esat Pashtoptani akuzohet se në vitin 1895 i dha 1500 lira turke Dervish Pashës dhe u emërua komandanti i Gjandarmerisë Janinës. 3. Esat Pashtoptani akuzohet se në vitin 1897 gjatë luftës greko-turke, grabiti gjitha baktitë e imta dhe të trashat Janinës, kur u emërua si guvernator i përgjithshëm. 4. Esat Pashtoptani akuzohet se bashkë me ushtarë që kishin në komand grabiti manastirin e Peshtanit në Përmet. 5. Esat Pashtoptani akuzohet se grabiti 900 lira turke baba Ahmetit, kryedervishit të teqes së Koshtanit. 6. Esat Pashtoptani akuzohet se dërgoi në Stamboll Haxhi Mustafën, xhiun e fajes, i cili vrau Xhavit Beun, personin që kishte vrarë të vllain Ganiun. 7. Esat Pashtoptani akuzohet se u përpoq të sabotonte shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912, kurse më pas punoi për të minuar funksionimin e qeverisë së Vlorës. 8.
Esat Pashtoptani akuzohet se më 20 shtator 1913 ngriti një qeveri paralele me atë të Ismail Qemalit, duke ndarë Shqipërinë në dy pjesë, pra një Shqipëri me dy qeveri. 9. Esat Pashtoptani akuzohet se me besnikët e tij organizoi vrasjen e Hasan Riza Pashës, komandantit të trupave shqiptaro-turke në Shkodër. E kemi trajtuar vrasjen e Hasan Riza Pashës. 10. Esat Pashtoptani akuzohet se i dorëzoi Shkodrën, Malit të Zi, duke kryer tradhti të hapur kombëtare kundrejt një pagese të majme. 11. Esat Pashtoptani akuzohet se nëpërmjet një komploti me armë në janar të vitit 1914 u përpoq ta mjanonte Ismail Qemalin duke bashkëpunuar me Beqir Gerbenen. 12. Esat Pashtoptani akuzohet se në gusht 1914 organizoi në Durrës një kryengritje kundër Princ Vidit për ta larguar nga Shqipëria. 13. Esat Pashtoptani akuzohet se më 27 maj 1915 në cilësinë e kryeministit urdhëroi Osman Balin për të vrarë ministrin e financave Nexhati Libohovën, ministrin e vet. 14. Esat Pashtoptani akuzohet se më 23 janar 1916 kishte gisht në komplotin e vrasjes së Isa Buletinit dhe djemve dhe nipave të tij. 15. Esat Pashtoptani akuzohet se më 24 janar 1919 kishte gisht në komplotin për elimimin dhe eliminimin e Ismail Qemalit. 16. Esat Pashtoptani akuzohet se në janar të vitit 1920 organizoi vrasjen e prefektit të Durrësit Koxhati. 17. Esat Pashtoptani dhe ndjekësit e tij akuzohen se kanë ndjekur 856 fshatra në gjithë Shqipërinë në shenjë akmarrje dhe kërcënimi kundër kundërshtarëve. 18. Esat Pashtoptani akuzohet se në me anë të dokumentave fals ka përvetësuar pasurinë e kushëririt të tij Selim Pasha. 19. Esat Pashtoptani akuzohet kundër interesave të Shqipërisë bashkëpunoi me italianët, grekët, serbët, malazezët, austriakët, hungarezët dhe francezët. 20. Esat Pashtoptani akuzohet se synonte shkatërimin e qeverisë së Durrësit të Turan Pashpërmetit në interes të vet, duke kërcënuar se do të vriste të gjithë ministrat e qeverisë. 20 akuza dhe Avni Rustemi çfarë bëri? I implikuar në 10 vrasje, i akuzuar për 20 vjedhje, grabitje prona, abuzime të këtij lloji. Në 3 raste kishte tradhtuar hapu Shqipërinë duke dhuruar territorin në këmbim të parave. Ishte vënë në shërbim të Italisë, Serbisë, Malizisë, Francës, Greqisë në interes të pushtetit vet dhe kundër Shqipërisë, dhe vrasjen e Esat Pashtoptani nuk mendonte vetëm Avni Rustemi. Atë të diel të 13 qershorit të vitit 1920, në vend të 2 plumbave nga pistoleta Smith Wesson, Esat Pashtoptani mund të kishte marrë edhe një tufë me lule si dhuratë për ditëlindje. Kishte ditëlindje në atë ditë Esat Pashtoptani, 57 vjeç. Por tamam ditën kur mbushte 57 vjeç, studenti nga Libohova që qelloi për vdekje teksa po dilte nga Hotel Continental në Paris, duke kryer kështu vrasjen më të bujshme të kohës, por edhe një nga më të bujshme në historinë e Shqipërisë. Skena e vrasjes. Edhe një herë atë foton e parë, ora këtu është 13:00, në 13 qershor, Esat Pasha del në Hotel Continental dhe kishte vendosur ta festonte ditëlindjen në një nga lokalet kryesore të Parisit, në shoqërinë e 2 persona. Ai kishte një të dashur franceze, 22 vjeç, Elise Dufour. Pra, do festonte ditëlindjen, nuk e kishte bashkëshorten aty, me një të dashur franceze, për cilën edhe mi ta të frashin flet që ai kishte harxuar 2 milion franga për atë, Elise Dufour, dhe me nipin Xhemil Bey Vlora, që ndodhej në Paris. Në karroc, në aty makinë, ndodhej me të dashurën franceze. Porositi të recepcionisti një makinë e cila u parkua përpara hotelit. Teksa Xhemili dhe Eliz u futën në makinë, Esati po ecte disa metra pas tyre. Në këtë moment, krejt papritur, pra ai po bëj gati të futej se kjo është një skice e një gazete franceze, pjesa, domethënë ai doli dhe do futej në makinë. Aty ka dalë Avni Rustemi. Dhe në momentin po ecte disa metra, krejt papritur, studenti Avni Rustemi ju afrua Esatit nga prapa dhe pa i thënë asnjë fjalë qelloi me pistolet 2 herë. Herën e parë plumbi e kapi në pjesën ku qafa bashkohet me kurrizin, ndërsa Esati po rrëzoi, ai qelloi sërish përpara në anën e zëmrës. Esat Pashtoptani vdiq në vend, kurse veprimi tjetër i atentatorit ishte hedhja e pistoletës mbi trupin e viktimës. Avni Rustemi nuk bëri ndonjë përpjekje për t'u larguar nga vendi i krimit. Kjo i dha mundësi 2 rovëve të sigurisë hotelit dhe disa kalemtarit ta kapnin atë dhe të ushtronin dhunë. Shikoni si është bërë Avni Rustemi atij që keq trajtuar, mbërritja e një polici që
kaloi rastësisht aty, u shoqërua me shtrëngimin e prangave në kyçet e duarve të tij. Duhet të themi tani se si ndodhi ngjarja. Avni Rustemi nuk e kishte takuar asnjëherë Esat Pashtoptanin në jetën e tij. Për ato 5 seri që e kishte parë, e kishte fiksuar mirë. Të paktën sipas dëshmisë së tij përpara komisarit francez Eugène Ljublen, ai ndodhej përpara hotelit derës Hotel Continental kur Befas doli prandaj generali. Në momentin kur e dalloi që ishte pikërisht ai, mendja e shkoi në dy gjëra: te revolveri që mande në xhepin e djathtë të xhaketës dhe te krimet që Esati kishte kryer. Ja si e përshkruan vetë studenti 25 vjeçar Avni Rustemin momentin kur e vrau. Esat Pasha po eset ngadalë me fodullëk, me të para të gjithë historia e Shqipërisë mu përshkrua në mendjen time dhe më pushtoi një turbullim i madh. Kapa në xhep në djathtë revolverin e mbushur me 6 fishek që e mbaja me vete dhe qellova disa herë. Ai u rrëzua gati më njëherë dhe unë i hodha shpejt për tokë revolverin. Mustafa Kruja është një nga ata që vetëm e ka njohur mirë Esat Pashtoptanin, por dhe e kanë shkruar për të. Babai Mustafa Krujës ishte shërbëtori i Esat Pashtoptanit. E theksojmë këtë. Babai Mustafa Krujës ishte shërbëtori i Esat Pashtoptanit dhe për më tepër ka qenë Esat Pashtoptani që i ka paguar studimet Mustafa Krujës. Ai e përshkruan kështu atentatorin Avni Rustemi kundër Esat Pashtoptanit. I avitet Esatit me anë të sekretarit të tij Stavri Zdi Kushit prej Kavaje, kinse për një burr studimi në atë kryeqytet. Kështu nxurri banimi i viktimëve të tij Hotel Ritz në Mosgabofsha dhe vojtë priti poshtë në hall e kur Esat Pasha duel jashtë tu i hudh automobilit e ndoq prapa tij. Ndal tradhtari Adheut, atëherë dhe qiti mbi të nuk di sa herë revolverin e pistoletin që kishte pas ble, nuk di në Romë në Paris. Këto janë fakte që di mbi vrasjen e Esat Pashtoptanit. Si u organizua vrasja? Gjithçka që Avni Rustemi ka kryer si vrasës janë të një vrasësi profesionist. Ai në raportet e shërbimit sekret, policisë franceze, është përcaktuar që Avni Rustemi ka ndendur 14 ditë në Paris. Nga dita e parë që mbërriti deri në momentin që e vrau, jeta e tij ndryshoi shumë. Kur mbërriti ishte i paveshur mirë, ai sa nuk e pranuar në hotel Prince Albert. Nuk e pranuar në hotel, ishte veshur cop. Por shpejt porositi rroba të reja të vlerës 375 franga, pra kostum, nga këto 100 franka i ka dhënë paradhënie. Parat me vete i kishte lira italiane dhe më pas e konvertoi në franga. Shëtiste me taksi Parisin i shoqëruar nga francezi Aibar, por me këshëri disa muze dhe pa me këshëri disa muze, por mendja syti mbetën te kulla Eiffel. U çmend bas kullës Eiffel Avni Rustemi. Pas disa ditësh kërkoi të shërbinte përqite në një poligon. Madje kërkoi të blej dhe një pistolet. Nga 31 maj deri në 6 qershor harxhoi 1000 franga franceze, ndërsa nga 31 maj deri në 13 qershor ka bujtur në 2 hotele. I pari hotel Tuileries, rruga Hyacinthe dhe i dyti hotel Montmartre, rruga 32, lagja Montmartre. Në të 2 hotelet nuk fliste me kërkënd. Më 13 qershor, duke sikur Avni Rustemi ndryshoi sjellje. I kërkoi kamarerit të silte shpejt ushimin se kishte një takim dhe në 12:30 u largua. Në 13:00 vrau Esat Pashtoptanin. Arsyet e vrasjes. Ishin shumë ata që besonin se Esat Pashtoptani kishte në dorë të paktën 10 vrasje mbi kurriz, domethënë. E Qembej Vlora, djali i motrës së Esatit, në kujtimet e tij, e çimenton natyrën kriminale të Esatit. E Qembej Vlora, djali i motrës, dëgjoni se çfarë thot. Ky njeri, Esati, që në kuptimin e plotë të fjalës este mbi kufoma dhe nuk turprohej sa herë ja donte puna ti lyente duart me gjak. Nipi, e Qembej Vlora. Ky njeri që në kuptimin e plotë të fjalës este mbi kufoma, pra Esati este mbi kufoma, nuk turprohej sa herë ja donte puna të lyente duart me gjak. Për ta kuptuar qartë pse Esat Pasha e kishte kaluar cakun, kujtojmë këtë dialog jo me një njeri të llojit të tij, por me të kundërt. Mehdi Frashëri, një njeri që nuk i bënte keq asnjë mize, në hollin e një hoteli në Paris ka shkëmbyer këtë fjalë me atë që do të ekzekutohej disa muaj më pas. Më erdhi një ditë në Paris Esat Pasha në hotel dhe unë rria në sallon. Ai erdhi mbasi më ngjat jetoi, ndonjëtin karrike me njëherë tha se kisha ardhur për më fyt Beun, me qëllim që ta kuptoja unë se nuk dëshironte të më vizitonte. Më tej shtoi se kur vinë në Durrës, kur të vinë në Durrës, qeverinë tuaj do ta varë. I ka thënë Esat Pasha Mehdi Frashërit. Jo Mithat Frashërit, Mehdi Frashërit. Kur të vinë në Durrës, qeverinë tuaj do ta varë. Pa e kuptoni çfarë kërcënimi? Unë i tha se kjo punë nuk dihet. Nëse
ne të varim ty apo ti ne. Me diu ishte burri mençur. Nuk ka pas Shqipëria, nuk ka Shqipëria i burr të mençur si Medi Frashëri. Kjo tha nuk dihet. A të varim ne ty, a na varti ne, nuk i dihet kësaj pune. Po, a e dinte vetë Esadi se do ta vrisin? A i kishte frikë dhe nga kush ruaj ai? Në rrëfimin e tij një foto tjetër që ta ilustrojmë me fotot e ja, ky sot hoteli. Këto janë kolonat, nga këtu ka dalë Esati dhe makinat ishin aty. Këtu është vrarë Esat Pashtoptani. Sot është hoteli, ka këtë pamje. Këto janë kolonat. Këtu do ta mbaj. Në rrëfimin e saj në procesin gjyqësor e dashura franceze e Esatit, 22 vjeçaria Dufour, Elise Dufour, ka lënë këtë kujtim vërtet interesant. Shikoni çfarë ka thënë ajo në dëshmi. Më kishte folur disa herë mbi çështjet të vendit të tij dhe shpresonte mjaft të merrte në dorë pushtetin së afërmi. Synonte të merrte pushtetin. Më kishte thënë se Shqipëri kishte shumë armiq e se në Turqi ishin premtuar të holla për kokën e tij, por nuk dukej se e kishte frikë që ta gjurmonin armiqtë e tij në Francë. Por vetëm vrasin mund ta vizatoj më mirë me fjalë viktimën përpara se ta vras. Artikulimi i Avni Rustemit në sallën e gjyqit është impresionues. Pas generalin që po dilte me një qëndrim kaq kryelart, saqë më kapi emocioni dhe duke më kujtuan mizoritë që kishte bërë ai në Shqipëri. Lexova mbi ballën e tij fatkeqësitë e Shqipërisë dhe u impresionova aq tepër sa nuk dihet ç'të bëja. Shtiva kundër tij për gjithë këto arsye, ka thënë Avni Rustemi. Një raport i policisë franceze të lë të kuptosh se Avni Rustemi kishte kohë që kishte planifikuar vrasjen. Sipas agjentëve të saj, Avniu mund të ketë takuar Mehmet Konicën, kryetari i delegacionit shqiptar në konferencën e paqes të dërguar nga qeveria e Turan Pashpërmetit. Nëpërmjet Konicës, Avni Rustemi duhet të ketë marrë shumë informacione mes tyre edhe atë që Esat Pasha prezantoi si kryetari i delegacionit paralel nga Shqipëria. Këtë e konfirmojnë edhe dy takimet të tjera të Avniut në Paris. I pari me Gjergj Gogën, sekretarin e Esat Pashtoptanit, në ekspozitën shqiptare në lugën Le Boësi, i dyti me Pal Terkën, ministrin e jashtëm të qeverisë së pretenduar nga Esat Pasha. Terka ka thënë në polici së bashku me Esatin kishin ardhur për të marrë pjesë në konferencën e paqes në Paris. Një informacion që duhet ja ketë dhënë edhe Avniut. Këto të dhëna ishin vlerë shtuar e qindra informacione të tjera që ai kishte grumbulluar rreth Esatit. Ato ishin që një kup e mbushur, po derdhë dhe nga ky moment Avni Rustemi nuk kishte më dilema. Vendosi ta vras dhe ashtu bëri. Hetimi dhe gjykimi i çështjes. Kjo është pjesa më interesante e asaj. Autori i pafajshëm. Autor dhe i pafajshëm. Historia e jurisprudencës botërore nuk njeh një rast të dytë që të vërtetojë se dikush është edhe autori i një krimi dhe i pafajshëm. Duket si gjithçka është bazuar mbi mbrojtjen spektakolare që ka bërë avokati. Mbrojtësi juridik i Avni Rustemit ishte Anatole de Monzi, që do të bëjë më vonë disa herë ministri i Francës. Argumentet e tij në sallën e gjyqit me paramendimin e një populli të tërë janë unikale. Dgjoni çka thënë avokati i tij. Ai ishte krim politik? Jo, ishte krim pasioni, sepse nuk ka gjë më të shenjtë se sa dashuria për atë dheu. Kjo fjali e rrëzoi komplet prokurorin. Nuk ishte krim politik, ka thënë avokati. Ishte një krim pasioni, sepse nuk ka gjë më të shenjtë se sa dashuria për atë dheu. Gjykata e Parisit vendosi që autori Avni Rustemi të shpallej i pafajshëm dhe ai u lirua në sallën e gjyqit. Nëse hetimi zgjati 5 muaj 16 ditë, procesi gjyqësor zgjati 24 orë. Ai nisi më 29 nëntor dhe në mbrëmjen e 30 nëntorit, trupi gjykues me 12 anëtarë deklaroi pafajësinë e Avni Rustemit. Publicitet dhe kthehemi sërish me vrasjen e Esat Pashtoptanit. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Kam zgjedhur, falenderoj mirë institucionin monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog. Kam zgjedhur disa deklarata për vrasjen e Esat Pashtoptanit, disa deklarata të bërë në kohë të ndryshme nga persona të ndryshëm, nga lider, politikanë të ndryshëm dhe e nis me Enver Hoxhën. Dëgjoni se çka thënë Enver Hoxha për vrasjen e Esat Pashtoptanit nga Avni Rustemi. Më 28 maj 1969 në kujtim të Avni Rustemit. Akti heroik
i Avni Rustemit në Paris nuk ishte një atentat i thjesht, ai nuk ishte karakter terrorist apo anarkist. Jo, akti i Avni Rustemit kishte një kuptim të madh politik dhe ideologjik. Plumat e Avni Rustemit që shtrin për dhe pashën e Toptanit, mu në zemër të Parisit ishin sinjal, ishin një kushtrim i atij revolucionit të popullit shqiptar që po ngrihej kundër feudalizmit. Mustafa Kruja në librin Gjysmë shekulli me penë në dorë, në faqen 424 shkruan: sikur mos kishte pas armatosur fati i Shqipërisë dorën e një djaloshi të rrëmbyer për patriotizmit, por me ja shkurtuar jetën, ndoshta do të kishte qenë thjesht fatal. Një nga njerëzit që jo një nga njerëzit, po njeriu që ishte arsimuar me lekët e Esatit, sikur mos kishte pas armatosur fati i Shqipërisë dorën, një djaloshi të rrëmbyer për patriotizmit, për me ja shkurtuar jetën, ndoshta do të kishte qenë thjesht fatal, shkruan Mustafa Kruja. Nikola Pashic, kryeministri i Serbisë, në gazetën franceze Le Temps, 1920, mbas vrasjes. Kjo vrasje është për të ardhur keq. Së pari, Esat Pasha ishte miku ynë dhe gjithashtu dhe miku juaj i francezëve. Lazar Fundo, student në procesin gjyqësor ndaj Avni Rustemit. Avniu bëri atë që do të kishte bërë çdo shqiptar tjetër, nëse do të kishte gjendur përballë një monster të tillë si Esat Pash Toptani. Lazar Fundo, një personalitet i asaj kohe, ishte student, ka marrë pjesë në gjyqin e Avni Rustemit nga drejtësia franceze. Kemi disa shifra. 10.000 hektar tokë ishin në porosi të Esat Pash Toptanit në Tiranë, Krujë dhe Durrës. 10.000 hektar tokë. 320 ditë zgjatën hetimet e policisë franceze për vrasjen e Esat Pash Toptanit. 15.000 franga janë dhënë Esat Pash Toptanit nga shteti italian për shërbimet e bëra prej tij. 600.000 franga i dhanë malazezët e Esat Pash Toptanit kur dorëzoi Shkodrën te forcat ushtarake që i kishin rrethuar. 3.791 franga e 5 centim janë gjetur nga policia me vetë Avni Rustemit në momentin e arrestimit si autor i vrasjes së Esat Pash Toptanit. 14 ditë ka qëndruar atentatori Avni Rustemi në Paris, nga dita e parë ku mbritit më 31 maj deri më 13 qershor kur e vrau Esat Pash Toptanin. E pra janë fakte shumë interesante për vrasjen më të bujshme që ka ndodhur në Shqipëri. Ti komentojmë fotot? Po, kjo është një skicë e Excelsior të gazetës franceze të Parisit për ngjarjen që ndodhte rrallë, kjo që ta ilustronin, është një grafik me dorë e pikturuar, jep imazhet e vrasjes, pra ai me vizat dhe prera ku ka ecur Esat Pasha dhe ai ka dalë Avni Rustemi. Ecim e 14 qershorit. Kjo, siç e thash, është sot pamja e hotelit, e rikonstruktuar sigurisht mbas 100 e ca vitesh, dhe kolonat janë të njëjta, aty pjesa ku ka dalë Esati dhe Avniu ka ardhur ende dhe e ka vrarë në atë vend aty fiks, ku ndodhet sot. Foto tjetër, portreti gjithmonë fodull, me grada, me nishane, të Esat Pashës. Foto tjetër, Avni Rustemi. Kjo është një foto e arkivit të qendror të shtetit, 25 vjeçar, me njëherë mbas vrasjes, në gjyq. Foto tjetër? Ja Esati këtu do të jetë në Selanik, shikoni çfarë natyre ka, i fryr kështu, si balon i fryr, thonë i sigurt, general gjithmonë me ato veshjet ushtarake. Foto tjetër? Avni Rustemi përsëri këtu, një foto tjetër bërë në policinë franceze pas vrasjes. Foto tjetër, një gazetë kjo franceze për vrasjen, gjitha gazetat e Parisit edhe të Francës kishin që u vra generali turk thot atje, por do të thënë vrarë përpara Hotel Continental, dhe në brendësi të gjitha shkruajnë që ai ka qenë kryeminist i Shqipërisë, por general turk e ka shkruar Le Petit Parisien. Foto tjetër? Ja një gazetë tjetër, vritet Esati, Esat Pasha, dhe i kushton komplet një faqe ngjarje së rënd për kohën, sigurisht është një ngjarje shumë e bujshme. Foto tjetër?
një portret i Avni Rustemit, heroi i popullit, ka marrë titullin heroi i popullit gjatë regjimit komunist nga Enver Hoxha. Foto tjetër dhe Avni Rustemi pasaj duhet theksuar që u vrasja e Sat Pashit, agjencia Jole me 15 qershor bjen këtë lajm në Paris se Sat Pashtoptani ke mbyt me 2 të shtime prej një djali të ri shqiptar. Dhe njoftime gazetave të ndryshme, kjo është një gazete shqiptare të asaj kohe. Foto tjetër, edhe kjo është një gazet pasqyra, revistë më saktë, që bën pjesë për historikun e kësaj vrasje, të dhënat dhe gjyqin. Shikoni pamjen e Avni Rustemit, i cili është i masakruar nga rojet e hotelit dhe policia, sytë e enjtur, e ka qelluar me grushta, me shelma, dhe këtu pasaj është paraqitur dhe Esatin Kranemajt, ai është që i vrarë. Dhe Esat, emri nuk e ka shkruar sakt Avni Rustemit, Adenir Rustain, nese, ka qenë ato momentet e para dhe është normale që të mos ketë. Foto tjetër. Këte janë disa karikaturat pre Esatit. Shërën e Sat Pashtoptani kundrejt Princ Vidit. Duhen vetëm me kurthe, vetëm me intriga, Esati me shpat nga mbrapa që do ta vras. Ai rrethuar i mbrojtur, pa ai e gjen. Shkoi do të jetë te shpatlla Vid. Ai ishte Esati. Ka madje një histori shumë të bukur kur iku Princ Vidi përfundimisht dhe armiqësia mes tyre ishte shumë e madhe. U habit princi se mbas një muaji erdhën baulet që se ai iku me shpejtësi nga Durrësi, që kishin mbetur në Durrës me gjitha plaçket e tij, që madje edhe ato ishin me firmën Wilhelm von Wied, edhe pjatat, edhe pecetat, gjithçka. Dhe i erdhën baulet me këto, u kënaqu, tha, të paktën dhe nga Esat Pasha. Të paktën tha, më erdhi një gjë, ka bërë një gjë të mirë ky Esati ndaj meje, tha, se gjithmonë tha më ka sulmuar, tha. Hapi baulet, shikoj ishin mbushur me tallash dhe me gur. Domethënë ishte një lloj ironie e Esati që tallej me Princ Vidin. Foto tjetër. Ajo atje është vila e Sat Pashës. Shikoni vilën e Sat Pashës. Kjo du t'jemi 1914 në Durrës. Shiko si jeton dhe Sat Pashtoptani. Nuk është gabime, ishte pasha, po jeta e tij ishte tillë që nuk ishte në shërbim të kombit, në shërbim të shtetit. Këtu ai ishte në shërbim të vetes. Kush kërkon, synon që ta rehabilitojë Sat Pashtoptanin, për mua bën një gabim shumë të madh. Unë i lexova 20 akuzat dhe akuzat i kanë bërë njerëzit e familjes tij, njerëz të afër, njerëz që e kanë njohur shumë mirë, që kanë punuar me të, e kanë njohur dhe nuk ka njeri që mbron. Domethënë nuk arrit ta kuptoj se si mbas vitit 1990, më saktë mbas vitit 2010, ka tentativa për ta lartësuar figurën e Sat Pashtoptanit, për ta nxjerrë atë të laret e tjerë, por për mua nuk është një gjë normale. Foto tjetër. Avni Rustemi i lirë shkon në Shqipëri. Lirohet Avni Rustemi dhe ky është një lajm i bukur. Avni Rustemi që vrau Esatin do të lihet i lirë të shkojë në Shqipëri menjëherë, po të shpihet gjerë në kufit e Francës prej policisë frenge. Studenti i ri shqiptar i cili nuk u tremb fare nga rreziku, nga i cili qimeza shpëtoi i dënimit për vdekje ose të paktën një kohë të gjatë burgimi, thotë se nuk do të pushojë propagandë kundër personave të Esatit, të cilët kanë korrur fitime duke përdorur popullin shqiptar për të mbrojtur veprimet të cilat interesat vetjake qëndrojnë më lart se ato të kombit shqiptar. Po të jetë nevojë dhe të tjerë do të vdesin. Thuhet se ai u tha policëve freng kur u nxorë nga burgu. Tani, sot ne mund të themi ç'të duam, por vrasje sigurisht ishte vrasje politike. Sigurisht ishte akt terrorist. A justifikoj? Sigurisht me konceptet e sotme nuk justifikohet fare, por në atë kohë unë s'dita ja përgjigjen. Kur u nxorë nga burgu dhe pasi nuk mori të marrë leje, po ai vazhdonte kërcënonte Avni Rustemi, thotë po të jetë nevojë dhe të tjerë do të vdesin. Ai refuzoi të thotë emrat e tiranëve të tjerë që kishte ndërmend, po tha se besimi që rrëfyen shqiptarët e Amerikës për çështjen ishte i sigurt që do ta forcojë lëvizjen e tij, e cila qëllon për të pastruar Shqipërinë nga regjimi i vjetër. Foto tjetër. Dhe kjo ishte një këshilli kombëtar, një raport i këshillit kombëtar të asaj kohe që flet për vrasjen edhe jep mendimin e vet për gjithë këtë ngjarje. Ka aty Josif Frashëri, Spiro Papa, Kolthaçi, e të tjerë, Vissarion Xhuvani,
mundohet të sjell edhe është një raport për ngjarjen e mendimit tyre për që përcjell parlamenti, komisionin veçantë, ja Koçakota, firma e tij, Fazli Frashëri e të tjerë. Foto tjetër, Këshilli Kombëtar pra. Këtu kemi një fletore zyrtare të 18 korrikut të vitit 1932, kemi një vendim që mos gaboj, vendim të qarkut të Vlorës, ose kjo duhet të jetë, mos gaboj, ka një sekuestrim të pronave të Esat Pash Toptani. Pra, Drejtoria e Financës, në mbështetje të ligjit 28 prill 32, botuan fletoren zyrtare, komisioni informuar pastaj vendosi shitjen e adyukat publik sipas ligjit kontabilitet numër 32, 40 toka, kullota dhe një mulli drithi të shtetit në Katundi Luz nga pasuria e konfiskuar e Esat Pash Toptani. Pra, Esat Pash Toptani kishte prona dhe në Luz në të Pelenës. Dhe konfiskimi pronave të tij në fillim duhet theksuar se është bërë nga qeveria e Sulejman Delvinës. Sulejman Delvina është i pari kryeministri që ka sekuestruar gjitha pronat e Esat Pash Toptani. Dhe pastaj vazhduan dhe qeveritë e tjera dhe ja kjo është e mbretit Zog, është mbreti Zog që bën dekretin. Esat Pasha pas ka pasur toka dhe në Pelen. Kjo është e bukur fare pastaj. Foto tjetër. Edhe kjo fletore zyrtare, dekreti i mëkëmësit Zog, tani këtu kam përshtypjen që duhet të jetë një me vërtet mbasi vendimi i komisionit për rrogat jetike. Këtu jepet një pension, besoj familjes të Avni Rustemit, duhet ta gjejmë emrin, të orientohem pak. Domçuni, Sadik Rama, Litopli, Zev Gjidoda, Gjon Jubani, Vasiliqi Duka, Xhanfise Kroj, motoret të ndjerit Avni Rustemi. Pra, është një listë me atyre që marrin rroga jetike, pra po themi një pension suplementar. Dhe janë 14 emra. 13 Xhanfize Ysen Kroj. Xhanfize Ysen Kroj, motor e të ndjerit Avni Rustemi nga Libohova i jep 40 franga ari në muaj si ndihmë, si shtesë mbi rrogën bazë që do t'i caktojë të ndjerit, do t'i caktojë, kjo është shtesë mbi rrogën bazë që do t'i caktojë të ndjerit Avni Rustemi. Pra, mbi rrogën që do kishte Avni Rustemi, jepet edhe 40 franga ari. Këtë e ka bërë në vitin 1143, pra gjatë luftës së dy botërore, gjatë kohës që ne ende ishim në pushtimin italian, Alberto Pariani, që në këtë kohë ishte mëkëmbës i Viktor Emanuelit, pra pasardhës i Francesco Iacomonit. Dhe me Di Bushati, që i bie duhet të qenë kryeministri i kësaj. Pra qeveria italiane vlerësonte Avni Rustemin me këtë. Foto tjetër, nuk besoj se mund të ketë. Kemi një foto, po themi është foto më e rëndësishme. A e dini çfarë është kjo? Ky është varri i Esat Pash Toptanit. Ku ndodhet? Në Paris. Ku fiks? Në parcelën e ushtarëve serb të vrarë në luftën e parë botërore. Esat Pashën nuk po e varroste askush. Dhe kam lexuar një gazetë të New York Timesit, një numër të New York Timesit, që kishte 10 muaj që ai ndodhe në morg. Dhe dolën bamirës të tij, dolën serbët dhe e varrosën në parcelën e ushtarëve serb. Kush është ky? Ky është Vulin. Vulin në atë kohë ishte ministri i punës dhe vendosi kuror te varri Esat Pash Toptanit, ministri i Serbisë. Pastaj u bë shefi i shërbimit sekret, një armik i betuar i shqiptarëve. Dhe ai nderon Esat Pash Toptanin. Për dieni, një rrugë në Beograd e mban emrin e Esat Pash Toptanit. Një rrugë në Beograd mban emrin Esat Pash Toptani. Tani, ata thonë kemi armik. Ne çfarë ti themi Esat Pash Toptanit? Ata thonë kemi mik, kemi edhe vlerësojnë Esat Pash Toptanin, pra serbët. Ne çfarë duhet të themi? Ja, Vulin, një ultranacionalist serb, një anti-shqiptar i deklaruar, vendos kuror me lule te varri Esat Pash Toptanit 100 vjet mas vrasjes. 100 vjet mas vrasjes. Dhe këta njerëz synojnë të rehabilitojnë Esat Pash Toptanin, më fal. Kjo është një provë, nuk gjej fjalë. Kemi foto tjetër? Nuk kemi foto tjetër. Më mirë që e mbyllëm me këtë të Vulin.
që ka çuar lule, një kuror me lule te varri i tij. Në një intervistë që unë i kam marrë Hëna Këlqyrës, më tregoi edhe një detaj për këtë varrin e Sat Pashtoptanit. Më erdhi tha, e bie e Satit tha, në shtëpinë time në Paris. Erdhi me burrin, me Sami Vrionin dhe tha do shkoj tha të vëj një lule tha te varri babait. Ati se ka vizituar asnjë shqiptar varrin e Sat Pashtoptanit. Asnjë shqiptar, më rezulton, nuk ka vizituar varrin e Sat Pashtoptanit në Paris. Dhe thot që të vete te varri babait. Dhe Sami Vrioni, burri, i thot, grua thot, qofse ti shkon te varri i babait tënd dhe Sat Pashtoptanit dhe për të vendosur lule, nga sot nuk je më gruaja ime. Dhe këtë e ka thënë Hëna Këlqyra, mua, në intervistë. Është dëshmi, nuk është një fjalë me të dëgjuar. Dhe ata ishin bujtës në shtëpinë tonë. Ky ishte e Sat Pashtoptani dhe kjo ishte ngjarja, vrasja për të. Publicitet nga Uro Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.